Policia e Kosovës ka dhënë detaje lidhur me ndarjen nga jeta të Shëmsi Krasniqit, i njohur si Shemi, vokalist i grupit legjendar Ilirët, i cili ndorroi jetë në moshën 64 vjeçare. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Plana, ka konfirmuar për Telegrafin se lajmi për rastin është pranuar sot rreth orës 15. Ai tha se informacioni kishte të bënte me një person pa shenja jete në një banesë në rrugën UÇK në Prishtinë. Sa ku marrë njoftimin, policia ka dalë me njerë në vendin e ngjarjes. Atje ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen e viktimës, duke konfirmuar se nuk ishte shenja jete. Plana theksoi se ngjarja po trajtohet në koordinim me prokurorin e shtetit dhe po ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme policore për të sqaruar rrethanat e vdekjes. Krasniqi do të mbahet mend për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në muzikën shqiptare, sidomos për rolin e tij si vokalist i grupit Ilirët, me të cilin sol 10 vjetra këngë të paharrueshme që shoqëruan brezat të tërë. Hitet e tij si Xhamadani Via Via mbeten pjesë e trashëgimisë muzikore shqiptare. Vdekja e tij ka shkaktuar tronditje te kolegët, fansat dhe gjithë komuniteti muzikor. Raportohet se ka ndëruar jetë këngëtari shqiptar Shëmsi Krasniqi, i cili për të gjithë njihet si Shemi, vokalist i grupit legjendar Ilirët. Lajmi për ndarjen e parakohshme nga jeta e artistit është bërë ditur nga media online Reporteri. Krasniqi ishte një nga zërat më të dashur dhe më ikon të muzikës shqiptare, njeriu që i dha shpirt dhe jetë këngës, që u bë simbol i kombëtar Xhamadani Via Via. Me zërin e tij karakteristik dhe interpretimin e thellë, ai arriti të lidhte gjenerata të tëra me traditën dhe kulturën muzikore shqiptare, duke lënë një gjuhëm të paharrueshme në muzikë. Edhe pse detajet për shkakun dhe rrethanat e vdekjes së tij ende nuk janë bërë publike, humbja e tij ka lënë një boshllok të madh në skenën muzikore. Krasniqi do të mbahet mend jo vetëm si një këngëtar i talentuar, por edhe si një ikonë kulturore, një artist që me artin e tij arriti të bashkonte njerëzit dhe të ruante gjallërinë e muzikës tradicionale shqiptare për brezat e ardhshëm.